Gjesi, shkëm në punë. Tani mund të fillojmë ditën. Dita ime për sot në punë mbaroi, po iki të çoj një letër, edhe pastaj do vi Leila me xhipun që të më marrin të ikim në shtëpi. Pastaj do të jem me Leilën mas dite. Kush është këtu, mami? Po këtu? Mama. Bravo. Po këtu? Mama. Po këtu. Kuku. Edhe këtu? Po këtu? Kuku. Jo. Kaka. Brava. Rosat e vogla lahen në liqen, kokën poshtë e ulin, bishtin lart e ngren. Biskota. Po këtu? Banana. Po këtu? Vez. Vez me mami. Po këtu? Banana. Portokalli. Këtu vendosa që drejtoja pak flokët, përpara vetëm me tharse dhe me krër, pastaj me pjastër. Majat janë shumë të thata, po nuk kam çfarë t'i bëj. Mirëmëngjesi, nga një ditë që tha ftohtit. Ju e dini që unë kafen e pi te puna, po duke qenë se iki me tram, thash okej, nuk e di sa do pres, po marr kafen me vete, të paktën më ngrohet pak shpirti, se është shumë ftohtë, shumë ftohtë. Me -3 duket, po duket sikur është -10, është shumë ftohtë. Ika që mos a humb të paktën tramin. Nuk do të bëj pushim, por kam bukë me vete. Hello. Unë erdha nga puna, e ligjiku me Leilën më morën. Nuk mund të përbërtas sepse Leila është në gjumë, si zakonisht. Unë vura Leilën në gjumë, vura gjellën me vrap, diçka që bëhet shumë shpejt. Plani është që të dalë një shëtitje sot me Leilën, por ndërkohë më erdhi një paku nga Zalando, që do ta hapim bashkë. Duke u munduar mos të bëjmë shumë. Shikoni sa e madhe që është. Ta shikoni, është nga Zalando long. Pres disa pako nga Zalando long në këtë periudhë, sepse kam bërë disa blerje interesante. Po mendoj që e di se kush është. Jam shumë e lumtur që erdhi ky
doja një hekur robash, një hekur jo super të mirë, po edhe të mirë. Nuk e dua super të mirë, sepse ato të mirët zen edhe shumë vend, edhe unë për momentin nuk kam vend, realisht nuk kam vend në këtë shtëpi. Që kështu kur të ndërrojmë shtëpi në të ardhmen e tjerë që të kemë më shumë vend, atëherë do të marr një hekur siç duhet. Tani doja një hekur praktik, edhe mora këtë që ishte me 50% ulje. Kishte edhe hekur pa prizë, po isha pak skeptike për këtë pjesë, që kështu shkova për një hekur klasik, sepse thash nuk dua të investoj kush e di se çfarë për një hekur këtë periudhë të jetës time. Dhe mora këtë. Ky në çmimin normal kushton tek 40 euro, unë e mora tek 20. Në 49, unë e mora 22, diçka e tillë. Nuk dua të bëj një. Kjo është një së frishe. Nuk isha shumë mundësi që të bëja zgjidhje për ngjyrën, kështu mora këtë që ishte kjo edhe një ngjyrë tjetër edhe unë shkova për këtë. Nuk më intereson shumë ngjyra hekur, të them të drejtën. Okej, ka aullin këtu, është një hekur klasik si ai që kam, po ai që kam në fakt është hekuri që unë kam që nga koha e universitetit. Ka ardhur me mua në Francë, ka ardhur me mua në Firenze, ka ardhur me mua në Gjermani dhe është akoma me mua. Okej, quhet Russelhops, nuk e di tani. Të shikojmë, nëse ndonjëra nga ju e njeh, më thoni. Edhe pastaj pako tjetër janë një palë këpucë, një palë çizme. Një palë çizme kështu, nga këto klasike për përdita, sepse ato që kam, i kam tashmë që në 2018 i kisha ato që kam. Ato që kam janë që nga viti 2018 edhe në këto ditë më ngrisën këtu. Edhe i doja një palë kështu sepse i kam shumë kollaj kur i vesh, sidomos kur shkoj që të çoj lelën në çertë, që atje duhet të heqim këpucët edhe duhet diçka shumë të kollajshme që ti heq ti vesh shpejt. Okej, këto janë edhe çizmet. Edhe këto me super ulje. Nuk e di të them drejtën, këto janë 39. Mund t'i ke marrë 14 euro, po ishin me 70% ulje. Që kështu, do të thënë kur i pashe 14 euro, thash ok, edhe sikur mos më pëlqejnë fare, janë shumë të bukura. Nuk janë lisho, janë kështu me këtë punimin me kuadrat, edhe më pëlqejnë shumë. Tani do t'i provoj, po gjithsesi e di që do të më sepse më të dalan do marrë gjithmonë. Po, 39 është fiks numri im. Ja ku janë. Edhe këto shkojnë me të gjitha që kështu janë perfekte. Tani do t'i kesh. Do pi kafen time. Do të kem 5 minuta relax para se të zgjohet Leila. Ndërkohë gjella po gatuhet, po bëj një gjell me thjerza edhe me mirëfiçi. Edhe një pispili me spinaqe dhe me bresh. Në fakt e nisa për pispili, po fura re që nuk kisha miell misri në momentin e fundit, që kështu i futa miell semola edhe miell normal. Të shikojmë se si do dali. Gjithsesi besoj se e mirë. Po nuk është tamam pispili, është një invencion, një shpikje e momentit fundit, kur të thret nevoja. Tani po iki të pi kafen time, nëse ju po e pini ashtu me mua, t'ju bëj mirë. Okej, se nuk më rrihet. Në fakt, unë është e kohë që të bëj sikur jam e lumtur këtë periudhë, tani që po pi kafe, mendova edhe që të flas pak me ju. Këto ditë, të gjithë e dim tashmë se çfarë ka ndodhur, e kam fjalën për tërmetin që ndodhi në Turqi, Siri, në atë zonë atje. Unë nuk e di, e kam përjetuar shumë keq, më kujtohet kur ndodhi edhe në Shqipëri, ne kemi familjar atje dhe sidomos ju të Shqipërisë që keni përjetuar e dini se si është, por gjithkohën që shikoj këto në social media, sa po hap
Instagramin, TikTok, sepse në Facebook nuk është se jam shumë aktive. Shikoj këto videot edhe seriozisht e kam përjetuar shumë keq. Nuk e di, mendoj gjithkohon për këtë pjesë. Kam një shoqe turke, Ozleme ka emrin, e kisha në master. Në fakt nuk është se ngjohemi shumë shpesh, por që i shkruajta, e pyeta si është, ishte mirë, me familjen e vet ishin mirë. Po tha që gjysma e Turqisë është e shkatëruar, edhe ajo bën thirrje për ndihmë të gjithë njerëzit që kanë mundësi në fakt. Ne gjithashtu duam të ndihmojmë, po mënyra se si do të ndihmojmë është një mënyrë tjetër, duke qenë se tek skuadra e Xhikut e kam fjalën një mënyrë tjetër nga ajo klasikja që dërgohen lek ose ndihma në atë shoqatave. Këto tek sporti i Xhikut po bëjnë një iniciativë tjetër edhe ne do mundohemi që të ndihmojmë aty. Pikërisht për këtë arsye edhe po flas që gjithë secili nga ne që ka mundësi le të ndihmoj sado pak. Sepse sot i ka ndodhur atyre, nesër mund na ndodhi ne, siç edhe na ka ndodhur, prandaj unë ftoj të gjithë ato që kanë mundësi të japin një ndihmë sado të vogël. Pastaj nga ana kështu emocionale, nuk e di, nuk kam fjalë, unë ndjem realisht shumë keq, ka ndikuar shumë keq në moodin tim, nuk më bëhet as të bëj story, as për shembull kur shikoj këto videot direkt i mbyll, sidomos kur shoh ato fëmijët. Domethënë nuk e di, kur bësh prind edhe bësh edhe më ndjeshme te kjo pjesa, edhe realisht nuk arri as t'i shikoj, njëherë duhet të shikojmë që edhe të marrim vesh se ç'a ndodh, po unë nuk arri as t'i shikoj, nuk e di, e përjetoj tepër keq, kam qarë pafund, po evitoj këtu, po me të vërtetë është një situatë që o Zot na mbro, larg e qoftë, mos na ndodhi kurrë. Po që në qoftë se keni mundësi, kjo është edhe ajo pse po ju flas, që të ndihmoni. Edhe shpresojmë që mos ta ndodhi kurrë. Toni, ju arrita ta pi kafen unë? Jo, nuk arrita. Ndërkohë kjo është gati, që mund ta hem edhe për merenda. Ka dalë si një tortë e kripur. Ja ku jemi, erdhëm që të loznim pak këtu për jashtë. Sabja. Rëra. Do thuash rëra, mama? Rëra. Sabja. Babi, po jo me mami se si ishte babi është ke puna. Babi, kush babi? Ke puna? Kush babi, mami? Babi ke puna? E do Lela Gjan babi? Sabja. Hop, sabja. Sabja. Pisht. O, pisht. Do ta hedhim këtu? Hop, shpejtëcën kjo Lela, o sa shpejtëcën kjo Lela. Stop. Lela. Çorape? Veshim çorapet? Të veshi Lela? Do fusi dorën Lela. Të dora? Hello, përshëndetje me -4 gradë, që duket sikur janë -14 gradë. Unë po ikim në punë. Në fakt, një copë më çoi Lela me Xhikun, po kishte shumë trafik që të bënte gjithë xhiron, që kështu ato ikën. Unë po ikim në këmbë, thash të vërsi ftohtë. Sot te puna kemi vizita, që kështu parashikoj një ditë të gjatë, pak të ngarkuar. Dhe pastaj do ikim unë ta marr Lilushin sot, duke qenë se unë duhet të ri pak më gjatë në punë. Edhe kështu ju updateoj gjatë ditës.
Te rruga që kaloj unë është, më thënë, Zoti të ruajt nga këtë zojt që e kuptoni vetë ju. Sidomos në verë. Ne po ikim të shtëpia. Sot kishim kafe me prindërit. Lela për herë të parë ka fjet në çerdhe. Kur shkova e gjeta në çerdhe, duke fjet gjumë. E gjeta në çerdhe, do të thonë e gjeta duke fjet gjumë në çerdhe. Edhe është hera e parë. E prita që të zjohej, pastaj qëndruam akoma më gjatë, është ora 4:20 që kemi dalë. Edhe për herë të parë ka fjet atje, kam thënë 300 herë sepse jam shumë e lumtur, po jo në krevat, në karrocë. Është okay, rëndësi ka që të flej. Po pse me Lela puthet xhami jo? Po. Pën e mamit, hajde shtype kafen. Shtypim kafen e mamit. Mare mami pak jetë. Shtype që kafen këtu? Të lumë. Brava Lela. Të lumë. Tani le të shkojmë përgatisim disa qofte me perime, me lule lakër edhe me kunguj. Shtypim lule lakrën që kemi nxjerrë pak më përpara, pastaj e bashkojmë me kungullin, me erza, me pak miell edhe 2 vezë, krip sigurisht. Pastaj pak bukur nga kjo e thara, nëse konsistenca është e njom akoma. Pastaj i transferojmë në një tepsi, ndërkohë bëj edhe gjella, i pjekim në furr edhe rezultati është super yummy. Ndërkohë unë të pi një gotë ujë me limon, se nuk isha kohë të merrja as frym. Këto u bën gati. Kjo ishte darka, ndërkohë tek tenxhera që zjeva perimet edhe mishin, vendosa pak kuskus. Kjo ishte darka për të gjithë familjen. Kjo është për Lelën edhe ne pastaj. Nuk ka problem. Ne do vizatojmë po këtu? Çfarë është këtu? Blu është ajo? Po, edhe orso. Po këtu mami? Që ka bo pis. Prit, gjemi tjetër. Po këtu? Qa është? është pis? Po qa ngjyrë është këtu? Që ka pis. Po këtë drejt. është blu? është blu? Qa ngjyrë është këtu? Blu. Brava. Po aty? Blu. Po, edhe e kuqe. Rosso? Rosso. Ramami? Ramami? Ra. Iku. Iku. Babi, ku që babi? Ku iku babi? A baba, iku babi. Baba. O baba. Do vi prapa i? Babi. Babi pra, do vi... Ba. Do vi pra... Do vi pra, babi? Ok? Ulala. 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 Hello. Ne sa po nisëm, po ikim që të shikojmë një shtëpi. Edhe, këtu është një shtëpi që më është qarë. Edhe thamë që t'ju marrë me vete, edhe shpresojmë që kjo t'jetë e hajrit. Po ikim me bish në rëshar. Ishte aq i shëmtuar sa që nuk e di sa u futëm. Edhe dole brapë. Ishte shumë e shëmtuar. Nuk e di se si Lena gjendje për t'ia treguar njerëzve, ishte shumë e piset, shumë e pambajtur, shumë keq domethënë, nuk e di, të paktën të sillnin një pastruese ta fshinin, ta pastronin, bënin si doni, po ta pastronin. Jo as atë. Si të duket. Lela ka ardhur që zgjidhi një makinë. Wow. Hape për qik babi, ta shikojmë.
Wow, një pamje shumë e bukur, shi qatë dielli. Ciao, mi mami. Ndihemi këtu te Lidl tani. Leila bën ciao. Tani është darkë, është ora 7 edhe unë po spres e lash Lidl me Gjikun sepse kam një darkë me gocat, me shoqet për një ditëlindje. Shpresoj që të shkoj mirë për këto të dy, sepse dua që të flej mos ke probleme. Unë ju mora pakës me vete, sigurisht pakës, sepse doja dhe qyja kohën me gocat. Ishim të një restoran vietnames. Unë emrat nuk i di, por që mëra salmon me oriz, edhe ambienti po ashtu ishte tipik vietnames, kishte tavolina ku mund të uleshe edhe në tokë. Ndërkohë këtu provuam disa ëmbëlsira që ishin me grosh brenda, grosh të ëmbëltuara. Tani le të kthehemi në shtëpi, super e qetë sepse Leila më tha Gjiku që po fle. Hello, këtu nga regjia, këtu jam unë që po montoj videon, është disa ditë më pas, nuk kam patur kohë që të montoj videon. Ndërkohë sot jam në shtëpi, nuk kam punuar, por këtë të ta shikoni në një video tjetër, ndoshta mund të kuptohet nga fytyra ime që pse mund mos kem shkuar në punë. Nëse tek sekuencat e fundit po ju tregoja për një ëmbëlsirë, është një ëmbëlsirë me arë kokosi, edhe me lule shtrydhe, kushdo mund t'i hetë edhe pak çokoladë. Po më shkojnë goja lëng kur e mendoj, sepse tashmë kam mbaruar. Është super njami. Unë nuk e bëj me masa, i hedh gjithmonë masën e lëngshme, për shembull 2 vezë, një gotë, gjysmë gotë e vaj lule dielli, pastaj i hodha një pana, pastaj kësaj masës i hodha diku tek 2 gota me arë kokosi, pastaj i shtova mielli në bazë të asaj që merr edhe masa e lëngshme. Në qoftë se nuk keni pana, unë doja që ta përdorja, në fakt mund të shtoni edhe kos, një gotë kos, ose gjysmë gotë e kos, edhe ose një gotë qumësh, të varet nga masa që doni të bëni, nga tepsia që do të përdorni. Edhe janë gjithmonë një rezultat i shkëlqyer. Mendoj që kjo video do dali sot që është edhe Shën Valentini, prandaj ja dhe një ide për Shën Valentinin, nëse doni të bëni një ëmbëlsirë që nuk ka fare mundim, edhe del gjithmonë e mirë. Unë mendoj që këtë video do ta mbyll tani këtu, sepse nuk dua të zgjatem më tepër. Qëndroni të sintonizuar sepse videot e tjera do të vinë në ditët e ardhshme. Edhe keni kujdes për veten, kujdesuni për veten. Deri atëherë, paçim, qofshit mirë.